Kjo javë mund të jetë java më e bukur ku gjithçka shkon sipas planit të Allahut. Ose mund të jetë java më e vështirë, kur lajmet të papritura ndryshojnë mënyrën se si e shihni botën, të tjerët madje edhe Allahun. Dhe gjithë kjo varet nga ju. Allahu thot në Kur'an, unë jam ashtu siç robi im më mendon për mua. Pra nëse qëndroni me adhurim dhe mendoni mirë për Allahun, duke besuar se ai do të bekojë këtë javë, ashtu do të jetë. Nuk është detyra jonë vetëm të jemi të pranishëm në këtë botë, por të jemi të vetëdijshëm dhe të kërkojmë praninë e Allahut në çdo gjë që bëjmë. Sfida për ju këtë javë është të kujdeseni dhe të rregulloni lidhjen tuaj me Allahun dhe ai do të rregullojë gjithçka për ju. Përqëndrohuni me gjithë zemër, adhuroni me dhikër, binduni me njëherë ndaj udhëzimeve të tij dhe mbani mend se kur qëndroni pranë tij do të merrni mençuri, drejtim dhe forcë për të përballuar çdo sfidë. Ka bekime, ka udhëzim dhe shërim të gatshëm për ju këtë javë nëse besoni dhe ja dorëzoni zemrën Allahut. Mos u verboni nga kjo botë. Kjo dynja është e përkohshme, mos u përshtatni kaq shumë me të sa të humbisni udhëzimin e Allahut që mund të transformojë jetën tuaj. Hapni mendjen dhe zemrën dhe lejoni Allahun që udhëheq në çdo hap me mirësinë dhe mençurinë e tij. Asalamu alaikum.